أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلندريم ذي الأضريمة تتعقوين بتم الله عز وجل صلوات والسلامات يدرغ محمد عليه الصلاة والسلام paqja dhe mëshira e Zotit xhallahu ala qoftë mbi të familjen e tij, shokët e tij sinqer besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuara xhiruese, xhiruese, jemi në ligjëratën e radhës, tek cikli ligjëratave emrat e bukur të Allahut azza wa jall. Jemi në emrin e radhës të bukur të Zotit xhallahu ala El Hayy, që do thotë në gjuhën shqipe i turpshëm. Allahu azza wa jall turprohet ashtu siç i takon lartë madhërisë e tij subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka folur në hadithet e tij për këtë emër, për të na treguar që njëri prej emrave të Allahut azza wa jall është edhe ky emër i bukur, ashtu siç i takon lartë madhërisë e tij subhanahu wa ta'ala. Për atë arsye ka në hadith vërtet se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: Inna rabbakum hayyun Kerim, me të vërtet Zoti juaj, o ju njerëz, është i turpshëm, është bujar, yastahyi min al-abd idha rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra ose khaibatayn. Allahu turprohet nga robi i tij, kur robi i çon durt lart për me lut Allahun azza wa jall. Allahu turprohet me ja kthy durt bosh ose an yaruddahuma sifra, me ja kthy durt zero, thot pa përgjigje, pa gjavab. Andaj kjo Zoti jon turprohet lartmadhëria e tij xhallahu ala nga kjo krijesë njëri një pllum tok. Për të arsye, thot Yahya ibn Muadh, është për të çuditur me Allahun azza wa jall, i cili është i lartmadhëruar dhe i patmeta, kur robi i kërkon diçka, Allahut i vije turp me ja kthy përgjigjen bosh. Zakonisht në jetën e përditshme, ai që kërkon prej dikujt duhet me undi i turprum, e jo ai që jep me undi i turprum. Me Allahun azza wa jall është ndryshe. Allahu turprohet kur ti xhiruese i kërkon Zotit xhallahu ala, ose në çastet e iftarit, ose në çastet e syfirit, apo në gjatë ditës kur i agjëru shumë. Nëse i lyp diçka Allahut, me sinqeritet, Allahu turprohet me t'i kthy duart bosh, Allahu turprohet mos me ta kthy përgjigjen. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: Inna Allaha azza wa jall hayyun sittir yuhibbu al-haya was-sitr. Allahu azza wa jall me vërtet është i turpshëm, edhe është mbulues. Allahu e do turpin, edhe do mbulesën. Që do thotë, duhet edhe ne të stolisemi me këtë cilësi, me këtë veti të turpit. S'parit kemi turp, raport me Zotin xhallahu ala, para se gjithash, para çdo gjëje raport me Allahun azza wa jall. Për të arsye, Ibn Qayyimi rahimahullah ka thonë, ai i cili turprohet para Allahut azza wa jall në këtë dunja, gjatë kryerjes mëkatit, ose para se me kry mëkat, Allahu ka më turpru ditën e gjykimit që këtë person me dënu. Nëse ai i cili nuk turprohet para Allahut edhe kryen mëkate, pa pik turpi edhe kënohet para njerëzve, Allahu azza wa jall nuk ka më turpru ditën e gjykimit me kurit para krijesave, edhe me dënu. Fudhal ibn Iyadhi, ky dietar i madh, nga turpi i madh që e ka pas për Allahun azza wa jall, treguar se ditën gjigante të Arafatit që Allahu falat ditë shumë robët e tij, liron nga zjarmi i xhehenemit, e kanë pa njerëzit tërë ditën duke qajt. Kur është afru perëndimi i diellit, i kanë thonë: O hoxh, o dietar, përse nuk lutesh, është dita pranimit të lutjeve, pse tërë ditën vetëm të shohim duke qajt? Pa pasha Allahun, po turprohen para Zotit, po vjen mbarë me çu kokën lart edhe me i lyp Zotit diçka, për shkak të metave të shumta që i kom, edhe për shkak dobësive që i kom, raport me krijuesin e gjithësisë. Të parët tonë ju në turpru para madhërisë së Allahut azza wa jall, momente kur ju kanë afru bashkëshortëve të tyre,
momentet kur kanë shku me u pastru, për shkak se ata kanë ditë që para njerëzve ruhen, turprohen, mirë po kanë llogaritë që nëse njerëzit nuk e shohin, ata dinë që shikimi i Allahut nuk ka mundësi me ik. Andaj u turpru dhe kanë thonë që më parsorë është të turprohemi nga Allahu, e pastaj të turprohemi edhe nga njerëzit. Njerëzit bëhet të kishin gjëra ata të cilët nuk turprohen nga Zoti, as kur kryjnë gjuna, po edhe kur çuan mëngjes e tregojnë gjunaj dhe krenohen para krijesave. Për atë arsye ka thonë pejgamberi kullu ummeti muafa. I gjithë ummeti jam që pendohet, Allah ja pranon pendimet dhe ja fal gjunajin. Përveç një grupi njerëzve ata që bojnë gjuna natën. Allahu i ka mbulu për ata çuan mëngjes edhe pa pik turpi, krenohen para krijesave për gjunahin që e bojnë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka thonën shokëve të tij, o ju shokë të mi, istahju min Allahi haqqa al-haya. Turproni para Allahut me jetë turp, qyshe me jeton Zoti me u turpru për ti. I kanë thonë shokët, ja Rasulullah, nahnu nastahyi min Allah, alhamdulillah. Na turprohemi prej Zotit, alhamdulillah, ta till jemi. Pa pejgamberi sallallahu nuk është ai turp që ju pe e kuptoni dhe po pretendoni se jeni të atill. Turpi real ndaj Zotit është me rujt kokën edhe çka ka rreth saj. Qysh me rujt kokën? Me u turpru duke di që Allah e din çka mendon, edhe mos me mendu keq, me tar turpi i Zotit me mendu keq. Me dëgju, mos me dëgju gjëra turpshme se vjen turpi i Zotit. Mos me shiku gjëra turpshme se vjen turpi i Zotit. Mos me fol gjëra turpshme se vjen turpi i Zotit. E dyta ka thonën me rujt barkën dhe çka ka përreth tij. Mos me hungër gjëra që Allahu i ka ndaluar me tar turp prej Zotit. Mos me pi gjëra që Allahu i ka ndaluar. Këto me bo prej turpi nga Allahu azza wa jall. Pastaj përfshin edhe organet gjinitale që mos me i përdor aty ku Zoti nuk është i kënaqur. Pse me bo këto? Për shkak se vjen turp edhe marrën nga Allahu azza wa jall. Pastaj tha pejgamberi sallam me lon dunjan dhe me synu ahiretin. Kjo është turp prej Allahu azza wa jall. Dhe tha pastaj tha ai i cili turprohet këtë formë ndaj Zotit, faqad istahya min Allahi haqqa al-haya. Ai me të vërtet është turpru një mend që duhet ndaj Zotit, ashtu siç e meriton Allahu me turpru prej tij. Allahu turprohet prej neve, përkundër gjunave që i kena. Turprohet prej neve me na kthy duhet bosh. Njerëzit raport me Zotin se përket turpit ndahen disa lloje. Lloji i parë i njerëzve është i keq. I dyti është i mirë dhe ndoshta shumica e neve jemi këtu, ndërsa i treti është kajmaku dhe kulminacioni i turpit. Lloji i parë i njerëzve është s'kam pik turpi, bojnë gjunahe, krenohen me to. Allahu me këta ditën e gjykimit nuk ka me u turpru fare, ka me i turpru para krijesave dhe ka me i dënu xhelalu ala. Për të arsye ka thonë pejgamberi inne mimma adraka an-nas min kalami an-nubuwati al-ula idha lam tastahi fasna ma shit. Ato që kanë arrit njerëzit nga fjalët e para pejgamberëve të Allahut është nëse s'ki turp, bën çfarë dush. Për këtë arsye ka thonë pejgamberi el-haya'u min al-iman. Turpi është prej imanit. Shumë njerëz anojnë ka gjunat, po turpruan me i bua ato nga Allahu azza wa jall. Lloji i dytë është që shumica e njerëzve janë këtë lloj, nuk bojnë gjunahe, e ndini far turpi ndaj Zotit, po jo sa duhet, po tutën me bojë gjunahe, sa Allahu pi turpron këtë botë dhe botën tjetër. Edhe kjo është e mirë. Do të thotë këtë grup jemi krejt, këtë shumica e neve si musliman, se agjëruese. Ndërsa kajmaku i tretë është turpi i vërtet, raport me Zotin që e kanë pas pejgamberët, sahabët e të parë tonë. Cili është ai i kom këtë mundësit me i bojë gjunahet. E pëshim thirë me bojë gjunahet. Ama nuk e bojë gjunahin, vetëm më rujt nga dënimi i Zotit. Vetëm më rujt mos helbet Zotit po më turpron dunja dhe në ahiret. Po e bojë se nuk muj me bo ballë. As këtë botë, as botën tjetër, me bo këtë bojë gjunahin. E me pa Allahu, ose me i dalë Zotit me këtë gjunat për gjykimit. Ky turp është ai kulminacioni që kërkohet me pas robi karshi Allahut azza wa jall. Andaj na duhet të turprohemi që Allahu turprohet prej neve përkundër gjunave tona edhe të mëtave që i kena. Andaj turprohemi ndaj Allahut
me turbin që me zonë Allahu na ma u turpru për ti, nëse doni Allahu ma u turpru, me na dunu nesër dhe në gjykimit, apo me na shpalos neve publik mëkatet dhe gjunahet tona. Ky është emri i Allahut El Hali, i turpshmi, ashtu si i takon lartëmadhërisë tij subhanahu wa taala. Dhe në takimin e ardhshëm, Allahu pranoftë ibadetet gjatë muajit të bekuar të Ramazanit dhe u lehtësoft agjërimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.